Në fakt, unë kam shkruar librin The Point of Impact në 1993, një histori me të cilën është bazuar dhe ky film. 40 goats. They're not on anybody's side. We don't have to shoot them. Unë doja të shkruaja një roman për një snajper dhe lexova biografinë e Carl Hathcock, një snajper i marinës. Supervizori Brook më tha që ky ishte një nga marincat më të kujdesshëm dhe inteligjent në kohë të luftës. Ai dinte gjëra që nuk i dinte njëri tjetri. Këto të gjitha për një çështje të mirë dhe çështja e tij ishte të mbështeste të tjerët me gjaktësinë dhe brengën e tij. Carl dëmtoi shpatullën e tij në Vietnam, kështu që Bob është personazhi i ri që dëmton shpatullën, sepse filmi është risjell në kohët e sotme. Por prapë më pëlqen ajo ndjenja e brengës, sepse një snajper është një njeri që gjithmonë ka të ndjenjën e brengës, diçka që më parë se ka pasur askush. Of grief was something that I don't think anybody had ever gotten before. It takes a long time. Si regjisor më duhet më shumë kohë për të vendosur se cilën pjesë të materialit duhet të përdorësh për të bërë një film, sepse sipas meje duhet t'i lexosh dhe t'i shohësh këto materiale dhe pastaj t'i lidhesh. Më pas të kuptosh që a kanë kuptim për të bërë një film. Ato mund të jenë materiale shumë të mira kur ti i lexon, por në ekranin e madh ato mund të mos kenë kuptim. Kështu që materialet e duhura lidhen me njëherë me njëra tjetrën dhe ato janë të gjitha elemente për mua. Komplotet, qeveri të korruptuara, aksion, Marku. Thjesht mendova se ajo që më duhej në këto momente të karrierës sime ishte që të gjeja diçka që kishte të bënte me karakterin e personazhit dhe vetëm për këtë do të luaj tani. Ku më parë ja kam besuar rolet e mia prodhuesve të filmave, duke mos pasur nevojë për të luajtur apo për të krijuar. Ndërsa tani jam bërë pak si egoist dhe mendoj se dua të shoh gjëra që unë dua të shoh. Po kështu edhe publiku të më shoh mua. Të gjitha elementet që përdoren në prodhimin e një filmi përzidhen me kujdes nga tradita e një shoqërie dhe këto elemente të shoqërisë kanë plotësuar ato personazhe dhe Bob Lee Swagger është ai njeri. Mendoj se ai është John Wayne, një prej personazheve klasik të filmave western. Ky është filmi im i parë, ku më është dashur të vrapoj, me gjithë këto helikopter, me gjithë këto shpërthime, dhe unë jam duke gjuajtur. Dhe kjo është shumë e vështirë të mos hysh aty brenda sepse edhe pse ti e di që ajo skenë nuk është e vërtetë, dhe ti je duke gjuajtur ndërkohë çfarë do qofshin ata, mercenarë të cilët janë vendosur në vendet e tyre të parapërcaktuara. E më pas helikopterët që rrinë sipër, shpërthime të mëdha, duke vrapuar lart e poshtë kodrave për t'u fshehur, dhe bam kur ti gjuan në fakt është e lezetshme. Kur ne themi sniper në këtë film, nuk është se unë kam parë edhe më parë, sidoqoftë duhet të kuptosh se sa e gjatë është një gjuajtje, të cilën ne kemi imagjinuar sikur nuk është edhe aq shumë larg, por është afër, sepse ata shohin në teleskop. Dhe duket sikur ata njerëz janë aty afër. Po të shikojmë vendin ku është vendosur snajperi për të gjuajtur, ti as nuk e shikon dot me sy. Dhe kjo është e gjitha bazuar mbi teknikën, aftësitë dhe kërcënimin. Me njëherë sa e lexova skenarin, unë bashkë me Mark Wahlberg shkuam në një shkollë për snajpera, ku atje takuam Patrick Garretti, i cili ishte me të vërtetë një snajper i marinës. Ai di me të vërtetë si të gjuajë, si të marrë në shënjestër, si të mbajë një armë, si të pastrojë një armë, këto lëvizje mekanike, ku Patrick i tregoi Markut si të vendoset, si të rri, si të ecë si një marinc. Dhe kur si e duke bërë asgjë, prap duhet të mësosh se si të rish si një marinc. Ka edhe një kuptim të respektit, ku thjesht mund t'i tregosh historisë se ku ke kaluar më parë. Of honor even that you can instill in somebody by just telling them about the events you've been through. He does an excellent job because ai bëri një punë të shkëlqyer sepse ai mësoi gjëra shumë shpejt. Ai provoi qitjen e përpikë dhe manovrimin e armëve duke e vendosur në një ambient pa largësi të matur. Më parë gjuajtëm disa plumba përpara se t'i thoja ndonjë gjë. Edhe më pas i tregova pozicione të ndryshme, i tregova si të manovroj me gjuajtjen, me erën, dhe më pas i fola për qitjen e përpikë e kujdesin që duhej të kishte. Kjo ishte pak a shumë stërvitja e ditës së parë. And then I started talking to him about marksmanship and accuracy, and that was pretty much the end of the first day. These are your headshots. Perfect, a little bit right. Nice job on this target. This was your first shot. This was your second, and this was your third. You know. That looks great. Yeah. Definitely. Well, I don't have too many shooters that can do that on their 6th hour of training, you know. And the second day, dita e dytë u bë pak më shumë e fortë, bëm më shumë stërvitje. E çova në një ambient me distanca të panjohura, ku thjesht të gjente vetë shinjestra të pacaktuara në mes të shkretëtirës. Dhe ne ulëm në pozicionin e snajperit në krye të kanjonit. E filluam me shinjestra të afërta ku ai goditi gjithçka në një distancë prej 700 yard, dhe në fund arritëm deri në 900 yard,
ku ai e humbi të parën ashtu edhe të dytën. U kënaqa shumë, sepse arrita që në 2 ditë të mësoja dikë që të ishte në gjendje të godiste në një distancë prej rreth 11.000 yard, një objekt në mallësinë e trupit të njeriut. Dhe më pas, ai filloi të merrte në telefon të gjithë shokët e tij dhe u tregonte ato që sapo kishte bërë. Kishte goditur diçka mira yard larg. Started calling all of his friends, you know, you can't believe what I just did. I just shot something 1,000 yards away. E gjithë stërvitja duket kur Marku është gati për të luajtur, ku është një pjesë skenë ku Marku bën një luajtje në një distancë prej 700 yard. Dhe ajo që më pëlqeu më të vërtet ishte se shpresoj që njerëzit që e shohin këtë biznes të pëlqejë gjithçka që shfaqet aty. Është e rregullt. Çdo luajtje që është bërë me atë pushkë është e saktë. Ai ka të gjithë thelbin e përdorimit të saj. Ai ka gati një plumë për të gjuajtur, ka atë lëvizjen e lehtë të shpatullës dhe kur ai e mat atë duhet pikërisht ashtu siç duhet. Dhe na u desh shumë kohë për të arritur në këtë pikë. Unë nuk jam një sniper i kujdesshëm, por kam mësuar goxha këtu në lidhje me të. Ajo që është interesante është se një plumë humbet lartësinë e tij në 30-40 metrat e para. Dhe kjo vetëm për shkak të distancës kur ne gjuajmë. Ajo merr drejtimin e një harku. Jo gjithçka e asaj që kemi imagjinuar është e drejtë. Ku ky hark duhet matur mirë për të ditur se ku do të bjerë. Sa fort, para dhe prapa do të fryejë era. Sa shumë do të ketë rëndësi forma me hark e tokës, e cila është më tepër një koncept mendor mbi thyerje, dhe të gjithë faktorët e tjerë si lagështia, era e tjerë. Ndonjëherë disa gjuajtje bëjnë më shumë dëme se sa paraqiten në film, si për shembull skena e vrasjes së Hark Bishop. Në një distancë të tillë, trajektoria e plumbit do të binte direkt mbi kokën e tij, dhe kjo e gjitha në një distancë prej 1000 metrash. Gjithashtu, edhe në një distancë prej 850 metrash, gjuajtja jote prap do të jetë me hark dhe do të bjerë sipër kokës. Dhe ajo që do të ndodh atje, nga një gjuajtje e tillë që vjen duke rënë, me një armë të kalibrit të tillë do të ndaj kokën më dysh, duke I hedhur pjesët e saj 200 metra larg, dhe këtë ata mund ta tregojnë në film. Atje ka shumë makt, kështu që ne bëjmë vetëm atë trukun e kokës që del shumë gjak nga pas. That's a nightmare. Nuk është se I vura shumë rëndësi detajeve, sepse unë kuptoj arsyeën pse duhet vepruar kështu apo ashtu. Ku puna ime është vetëm që ai të ecë dhe të flasë, edhe të sillet si një marinc zbulues. My job is just to make sure that, you know, he's walking, talking, and acting like a Marine Scout sniper. You killed all 3. There were 4. Slow, smooth, smooth is fast. Let's see it. Kishim këtë shprehjen që përdorëm në film, ngadalë dhe qetë dhe shpejt, sepse kur je në mes të një lufte, me shenjestra të vërteta, me plumba të vërtet, ku njerëz të tjerë përpiqen të të vrasin ty dhe ka momente kur ti përpiqesh të mbushësh armën, dhe kjo do të thotë të jesh I qetë dhe të heqësh siguresën ku duhet. Kjo arrihet vetëm për një arsye, duke kujtuar të gjithë stërvitjen që ke kaluar. Një nga gjërat që mësova është se është e rëndësishme të thyesh siluetën, të thyesh shkëlqimin. Është e rëndësishme të thyesh formën e trupit të njerëzit duke mos u ndier. I veshur me kostumin e tokës dhe këtë ne realizojmë 2 herë në film, një herë ku Marku është I veshur në jeshile, edhe në fshehjen e ndihmuar pas kostumit artik. Ishte shumë interesante, ne kishim sniperin ton Patrikun, ku në fakt, në qoftë se do të kishim një skenë për t'u fshehur, ai e dinte si ta bënte këtë. Ai e ndërtoi kostumin Dimos në shesh xhirim. Kështu që ne e pam të gjithë procesin e ndërtimit të saj. Kur ai e veshi, ngjante pak a shumë si një skiator. Dhe kjo ishte shumë e logjikshme, duke parë se sa efektive kjo lloj veshje mund të jetë. How effective that kind of cover can be. This is an example of one of our ghillie suits we're using in the movie. It's the Arctic version of. Ky është një nga kostumet ndihmëse që ne kemi përdorur në film. Ky është një version arktik I kostumit të tokës duke përdorur teknikat e fshehjes që janë përdorur në Vietnam. Kjo realizohet duke lidhur materiale të ndryshme në të, pikërisht si ato që përdorin gjuetarët në Skoci. Ata që kanë të veçantë kostumet ndihmëse të tokës, është se ato nuk kanë një prerje të veçantë. Ato thjesht ngjajnë me natyrën. Kur ti shikon një formë të harkuar, ti mendon që ajo është një helmet, apo antenë ose një radio.
There's not a lot of vegetation in the desert, but you can find spots where there's vegetation. The main thing that these ghillie suits are doing is you never see a perfectly straight line or a perfectly Kur shikon diçka që lëviz, e dallon këtë nga ndryshimi i formës së rregullt që ka ambienti. Pikërisht, këtë bën edhe kostumi ndihmës i tokës. Thyen pikërisht atë rregullsi të ambientit. So when you see somebody wearing a helmet, you can pick them out pretty easily amongst all the irregular shapes and lines in nature. So that's what this ghillie suit does, is it breaks up the outline. Swagger, you gotta get out of there. They're everywhere. Well, my approach always when I E gjithë përpjekja ime ishte si të bëja skenat më të vërteta, sa më afër realitetit që të ishte e mundur. Dhe këtë e bëra duke folur me djalin e ushtrisë, i cili ishte fantastik. Dinte të gjitha mënyrat për të vrarë një njeri apo për të shpërthyer diçka. And then get as far back, at least right where it starts coming down. Have him take a knee, like right around here. He wants to take a couple shots, and then slide down from there. Okay. One thing he's big on is Që në momentin që ti nisesh, mos u mundo që të dukesh shumë perfekte dhe sa herë që ndodhesh në një situatë të tillë, në një situatë lufte, nuk ka rëndësi se sa e ke realizuar. Ty të duhet të vraposh nëpër trungje pemë të ngjecur në tokë derisa të sigurohesh. Dhe po përpiqemi që të mos e bëjmë sa më të lehtë për të. Por në të njëjtën kohë, të duket edhe më shumë e vështirë. Realizimi i skenave të mëdha është si gjithmonë një xhirim që nuk ndalon. Është njësoj si të shkosh në luftë, sepse ty të duhet të koordinosh gjithçka. Aty ka shpërthime. Të duhet të mbash njerëzit të sigurt. Duhet ta realizosh bukur. Duhet të kapësh të gjithë këndet. Në çdo gjuhëtje duhet të kapësh lëvizjet e aktorëve. Më kujtohet kur isha fëmijë dhe kur luanim lojë luftrash. Ti thjesht shkoj atje dhe shtyp një buton. Dhe kjo nuk është se ndalon, ajo vazhdon përsëri. Listen very carefully. On my one, you blow the pipe bombs, then the gas. 3, 2, 1. Aty ka shpërthime të mëdha. Dhe ti nuk e di, por kur ata shpërthyen, unë isha pas një kamioni. Shpërtimi ishte aq i madh sa që flokët më shkuan prapa edhe pse unë nuk kisha flok të shkurtër. Prap ishte shumë eksituese. Ai vendi ishte pronë e dikujt, kështu që nuk po përpiqem që ta shkatërroj. Është një punë shumë e vështirë për të bërë. These are some of the weapons we're dealing with in this. Këto janë disa prej armëve të cilat janë përdorur në skenën që xhiruam në fermë. Këtu kemi një pushk që përdorin marincat, ato që përdor edhe ai në film. Është një armë me kalibër 308 me një dylbi që afron deri në 10 herë. Më pas ai përdor disa armë të tjera. Këtu kemi një G36 të cilën e mbajnë rojet që ruajnë fermën. Kjo është një armë sulmi gjermane, e cila paloset për të bërë më kompakte. The guards are carrying at the house, and this is a German assault rifle, and it actually breaks down to a subcompact rifle. Gjithashtu kemi armët që përdorin mercenarët. Kjo është një M4, cila është një armë automatike shumë kompakte, me qytë të lëvizshme. Kjo është edhe arma sulmuese që përdor më shumë stafi ynë ushtarak, marinsat, detarët. This is the assault rifle that most of our military personnel use, the Army as well as the Marine Corps, Navy SEALs. Personazhi im gjuan me armë disa njerëz në film, dhe unë nuk kam përdorur asnjëherë armë më parë në jetën time. Kështu që për herë të parë isha shumë nervoze, sepse armët më friksojnë shumë, dhe menjëherë sa më thanë unë realizova dy gjuajtjet e mia të para. Padyshim që ishin bosh. Në fakt, ja kalova shumë mirë duke bërë këtë, dhe në fakt e pasha të djalin që pushtoi frika. Në këtë film ne shkuam në të gjitha vendet. Ne ishim në Afrikë, pam dhe vet, ose në Washington DC, më saktë në Baltimora, në Montana, në Virginia. Kemi qenë edhe në akullnaje, ose në qytet, edhe në autostrada pak a shumë kudo. Kemi realizuar xhirime në akullnaja për rreth një javë, ku e vetmja mundësi për të shkuar atje ishte përmes helikopterit, ku një pjesë prej nesh nuk kanë qenë më parë në një të tillë. Dhe unë isha shumë e tmerruar, e friksuar, sepse
Duhej që të hipja atje, por s'ke çfarë të bësh. Çdo gjë e realizoni me helikopter, kështu që patëm disa probleme me fondet. Ne kishim mjaftueshëm helikopter, ku gjithçka ishte organizuar me përpikmëri, të gjitha në bord në 2:52. I gjithë stafi vjen në 6:58, e kështu me radhë. Duke pak a shumë si një operacion ushtarak. Siguria ishte shumë e ndërlikuar atje lart, sepse ne do të donim që njerëzit të binin nga helikopteri, të digjeshin nga dielli. Kjo atje lart ndodh shumë lehtë, ku mund edhe të hidratohesh, kështu që na u desh të sillnim shumë ujë. Dhe kjo ishte me të vërtetë shumë e ndërlikuar dhe e bukur në të njëjtën kohë. Një botë tjetër ajo atje lart, ku siguria bëhet më e rëndësishme se gjithçka, duke menduar gjithmonë që të pish sa më shumë ujë, për të bërë gjithçka që të mban me vete atje lart. Të ishe në Akullnaja nga ora 6 e mëngjesit deri në 7:30 të darkës, dua të them që ishte me të vërtetë shumë ftohtë. Dhe i vetmi vend për të ngrohur ishte një tendë e vogël që merrte brenda rreth 4-5 vet. Kështu që luajtëm pak me njëri tjetrin. Ishim Michael, Marku dhe unë. Ne ja kaluam shumë mirë. Dhe të duhet të luash pak sepse atje lart është shumë ftohtë dhe të duhet të rrish për shumë kohë. Kështu që për çdo 5 minuta ne pyesnim dikë se sa është ora, sepse ora ishte vetmja gjë që lëvizte ngadalë. Por atje lart ishte shumë bukur, një eksperiencë shumë e paimagjinueshme, dhe mendoja se kur do të xhiroja përsëri në Akullnaja për një javë. Ishte me të vërtetë një situatë shumë e këndshme kur shikoje dikë që gjuante me armë dhe të gjithë thoshin: "Kjo ishte një gjuhetje e dubluar", apo "Ajo ishte e realizuar". Por kur shikon filmin gjithçka duket e vërtetë dhe shumë e realizuar. Mund të kemi xhiruar mbi 4-5 herë dhe kur ishim atje lart, i thash djalit të Marinës që më duhej të xhiroj këtu lart në Akullnaja, sepse ishte kaq shumë e mahnitshme. Ishim kaq afër eve. Ishim në majtë asaj që quhet akull, ku nuk kishte gjë tjetër përveç se akull. Ishte si të ishe në botën e paekzistueshme, edhe duke e parë nga ana vizive. Unë mendova se këtë nuk mund të realizoja në ndonjë vend tjetër. Kishte raste kur ndonjë pjesëtar i stafit përpiqej që të shkonte shumë larg, duke u përpjekur për të kuptuar se ç'ndodhte larg prej andej. Kjo ishte mjaft e bukur. Një nga gjërat më argëtuese ishte fakti që bëm disa kërkime që përkisnin fushës së mjekësisë, ku në fakt nuk dinim ç'të bënim, se çfarë do të përdornim për të luftuar infeksionin. Kështu që kishim Bobin që shkoi në një dyqan dhe bleu sheqer, i cili më pas e injektoi atë në krahun e tij të mpir. Në fakt fola edhe me dikë që ishte kuzhinier. Dhe i thash, po të realizoja këtë gjëra çfarë do të më sugjeronte për të ndihmuar. Dhe pasi ajo mori gjithçka që ishte kundra dhimbjes, ne filluam të xheronim secilën. Të gjithë ato që ishin brenda në shtëpi dhe vendosëm që gjithçka të ishte në errësirë. Kështu që na u desh të merreshim shumë me fushën e mjekësisë. Lexuam shumë manuale, si të realizonim një lidhje të fashuar emergjente dhe morëm gjithçka që na duhej. Unë nuk është se duroj dot pamjen e gjakut. Nuk kam qenë kurrë në gjendje të bëj atë. Dua të them që edhe pse nuk jam në gjendje të bëj asgjë, prap kur ndodhesh në një situatë të tillë, si për shembull për dashurinë e burrit apo atë të vllajt, ku ai është duke vdekur dhe i vetmi person që mund ta shpëtosh atë jam unë. Mua nuk më pëlqen fakti që ka njerëz që e bëjnë këtë për të jetuar. Disa mercenarë të punësuar që janë në këtë tip konkurrimi. Dhe kjo e humbet atë realitetin që kush e di se çfarë mund të ndodhë. Është një grup shumë interesant njerëzish. Ne ja kaluam shumë mirë bashkë. Dhe nuk e ndjem shumë presionin, sepse ne të gjithë punuam bashkë si një skuadër, ku përpoqëm që të bëjmë një film serioz. Unë dhe Lorenzo diskutuam shumë për kohët e vjetra, se si të realizonim një film si ata të viteve 70, të cilët ishin filma më të fortë, ku kishte shumë djem, dhe kjo nuk të bën të turpshëm. Filmi del shumë të rreqës kur ti thjesht ke djalin e dur, i cili ishte Marku. Ky është thjesht një personazh, i cili kalon në përgjithshka për të shkuar atje ku duhet të shkojë, për të provuar që është i pafajshëm, duke u përpjekur që të rrijë gjithmonë vigjilent për të mbrojtur nga të tjerët. Ishte thjesht një udhëtim i këndshëm. Kur unë punoj, është shumë e vështirë, ka disa forca negative që përpiqen të rrezikojnë prodhimin e filmit.
Dhe ajo që dua që publiku të shohë në këtë film, që asgjë nuk është gabim, vërtetësia dhe thjeshtësia, që nuk po përpiqet që të fshehë gjëra. Ku nuk po përpiqemi të jemi ata që nuk jemi, dhe nuk po përpiqemi që të bëhemi ata që nuk jemi. Duhet pasur më shumë besim tek mënyra e tregimit të historisë. Ti shkon për të parë filmin, dhe për 2 orë rresht ti kalon shumë mirë. Harron se kush je. Dëgjon të raurat e zemrës tënde, të qeshurat, të qarat, dhe kur ti del jashtë, ndihesh i freskuar dhe i gjallëruar. Një histori që e bën këtë, të ndihmon me të vërtetë. Shpresoj që publiku të shohë këtë film me një sy ndryshe nga të tjerët, dhe të zbulojë aty aksionin, komplotin, historinë e dashurisë dhe ajo që është më interesante është se të gjitha këto I shikon në të njëjtin film. Challenging to us was to try to do all of that.